Kryeministri Edi Rama ka marrë një ftesë për të qenë pjesë e një bordi mjaft të rëndësishëm, siç është ai bordi i paqes i krijuar për të qeverisur, le të themi, rripin e Gazës pas procesit të paqes në këtë zonë. Për të folur për këtë ftesë dhe për çfarë po themi të mirash ka kjo ftesë për Shqipërinë, kam të ftuar në një lidhje direkte avokatin e njohur zotin Alban Dure. Zoti Dure, faleminderit shumë për kohë. Faleminderit shumë për ftesën. Zoti Dure, si e pat këtë ftesë të zotit Trump ndaj kryeministrit Edi Rama? Atëherë, së pari kjo për sa i përket planit kombëtar është një ftesë e rëndësishme që do të thotë jemi të ftuar nga themelusi, një nga themelusët kryesor apo iniciatorët, që është presidenti Donald Trump, pra duke qenë se ne jemi partner strategjik afatgjatë, pra kemi kohë bashkëpunimi dhe një marrëdhënie të veçantë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, për shkak të orientimit që kemi zgjedhur pra në fillim të viteve 90, ku kontributor kryesor kanë qenë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por duke marrë në konsiderat edhe ndikimin që ata kanë pasur për Shqipërinë edhe në mënyrë që ne të futemi në NATO, pra në vitin 2008, dhe një sër nismash të tjera, kjo ftesë është shumë e rëndësishme. Pra ne si shqiptar duhet të ndihemi krenar për shkak sepse vjen nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Nga njëra anë, nga ana tjetër, ne nuk duhet ta ngatrojmë, pra, sepse këtu flitet shumë politikisht që jo zoti Rama ka paguar për të marrë të ftesë e tjera me radhë, pra një përdorim politik, edhe pse duhet kemi, le të themi, qëndrimet tona për sa i përket politikës apo për çështje të caktuara të qeverisjes apo skandaleve që kanë plasur këtu në drejtimin e zotit Rama, kjo nuk duhet ngatruar dhe nuk duhet marrë, le të themi, ta ngatrojmë nga ana politike. Sepse këto ditë kam dëgjuar shumë qytetarë, të cilët kanë pasur diskutimet e tyre publike, duke aluduar se se zoti Rama pas ka bërë pagesë për të marrë të ftesën. Kjo u sqarua sot me një email, pra ka qenë në televizionin aty CNN, që është drejtuar me një email zyrtar shtëpisë së bardhë, ku i ka kërkuar një lloj informacioni se për çfarë bëhet fjalë, pra për çfarë është ky organizëm dhe a ka paguar Shqipëria për të qenë antar i bordit. Emaili zyrtar i shtëpisë së bardhë ka qenë që për të qenë antar i bordit të përhershëm duhet të bësh një pagesë prej $1 miliard dhe kjo pagesë do shkojë në buxhetin, pra në buxhetin e këtij bordi, i cili do merret me ndërtimin e Palestinës, ku këto pagesa apo ky buxhet do të administrohet në mënyrë të drejtë, pa abuzime dhe do ketë një mbikëqyrje strikte lidhur me shpenzimet e tyre. Pra, është pagesë vetëm për ata të cilët do jenë antar të bordit të përhershëm, antar të kësaj organizate janë të gjithë pjesëmarrësit, pra të gjithë ata të cilët do pranojnë ftesën e presidentit Trump, pra përveç Shqipërisë ka edhe aleatë të tjerë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, por besoj që edhe antarët do jenë të lirë për të bërë pagesa, qoftë simbolike, por edhe me dëshirë, pra është si një organizatë jo fitimprurse, ku ka bordin e themelimit dhe antarësinë e vet, që do thotë mund të ketë një pagesë minimale, pra të vendoset si kuatizacion, ose mund të lihet sipas dëshirës, pra vendet të cilat janë antar të kësaj organizate mund të paguajnë sipas dëshirës. Ata që nuk kanë mundësi, patjetër që nuk është se do kenë ndonjë lloj penaliteti.
Zoti Më pas Dure, ne po kemi mbi çfarë pasur baze, më fal, që ta bëjmë edhe pak kështu bashkëbisedim. Mbi çfarë baze është ftuar Shqipëria që të kontribuojë në, po themi, këtë organizatë për paqen në rripin e Gazës, ose kryeministri Rama, për çfarë arsye? Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë ftuar të gjithë partnerët e tyre, pra partnerët e saj strategjik, që midis tyre bëhet edhe Shqipëria. Pra, nuk është se ftesa ka ardhur për kryeministrin Rama personalisht. Ai përfaqëson për Republikën e Shqipërisë, duke qenë kryeministër, dhe ne, edhe pse kemi presidentin që përfaqëson imunitetin e popullit, ne përfaqësojmë në arenën ndërkombëtare me kryeministrin, me kryetarin e Këshillit të Ministrave. Dhe i ka rënë fati zotit Rama që edhe në këtë debat politik të brendshëm për shkak edhe të çështjeve, pra duke marrë në konsiderat edhe çështjen e zonjës Balluku, i erdhi le të themi si një thesar nga qielli, pra duke marrë edhe kredo politike. Pra që do të thotë në momentin e parë dije zoti Rama ka bërë një status dhe e ka bërë në mënyrë të menjëhershme, e ka bërë me gërma kapitale, ku ka falenderuar presidentin Trump për ftesën. Pra normalisht kushdo që të jetë, patjetër që ai do ta publikojë dhe do ta paraqesi si një ftesë personale. Por në planin kombëtar ky është një nderim që vjen për Shqipërinë, sepse ne jemi aleat shumë strategjik dhe të besueshëm me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sepse jemi një popull amerikandashës, pra jemi populli më amerikandashës në botë, shqiptarët e Shqipërisë, të Kosovës dhe kudo që janë troje shqiptare, por edhe në diasporë, dhe përpasoj normalisht ne na ka ardhur ftesa ndër të parët. Patjetër që do ketë edhe shtete tjera, të cilët janë aleat strategjik dhe Shtetet e Bashkuara i konsiderojnë ato si aleat, do të jenë pjesëmarrës të kësaj organizate apo të këtij bordi. Një karakteristikë tjetër apo cilësi tjetër të veçantë që kemi ne si popull është edhe fakti që ne jemi një popullsi në mazhorancë islame, që jemi musliman, dhe kjo është diçka pozitive, sepse duke qenë se Shtetet e Bashkuara ne i dimë që çfarë besimi kanë, pra duke marrë në konsiderat edhe aleatët e Shteteve të Bashkuara, të cilat janë aleatët strategjik, fuqitë e mëdha me të cilët bashkëpunon ky vend, që por shumica prej tyre janë të besimit të krishterë. Dhe ne kemi si vlerë, sepse jemi një vend, edhe pse jemi me besim islam, duke qenë se këto vende konsiderojnë që islamikët janë organizata terroriste e tjera me radhë, apo palestinezët, duke qenë se janë të besimit islam, kjo do jetë një lloj amortizimi dhe një, le të themi, vlerë për këtë organizatë, por edhe për Shtetet e Bashkuara. Pra në momentet caktuar ne i kemi bërë faktor dhe kemi iniciuar çështje të mëdha. Dhe këtë kemi për merit të popullit, sepse ekziston toleranca fetare, dhe pse kemi një sër besimesh, pra ne kemi një vlerë për cilën duhet ta mbajmë gjallë dhe nuk duhet që ta humbasim. Pra duhet të vazhdojmë në këtë traditë. Kështu që besoj që kjo do na ndihmojë shumë edhe në momentin që do kemi besoj që duhet kemi edhe një rol në këtë organizatë, rol kryesor, dhe fati është që zoti Rama është aty kryeministër, përfaqëson vendin tonë, dhe patjetër ai do ta shfrytëzojë edhe në aspektin e marketingut, për marketing, le të themi, politik, në mënyrë që do japi më të mirën, besoj, në planin ndërkombëtar. Çfarë do thotë kjo ftesë për vetë zotin Rama, pra në marrëdhënien që do ketë ai me zotin Trump?
Kjo është një ftesë shumë e rëndësishme në planin diplomatik shqiptar, që do të thotë patjetër që zoti Rama do ulet aty me presidentin Trump, pra do jetë në krah të tij dhe ai është një mjeshtër i mirë i public relation, që do të thotë është edhe për shkak të karakterit të tij dhe të batutave të cilat ai i përdor, dhe këtë do ta shfrytëzojë që të krijojë një lloj afrimiteti dhe miqësi me zotin Trump, duke marrë në konsiderat që edhe amerikanët, pra duke filluar edhe nga vetë presidenti Trump, ai është njeri, pra ata nuk i shpëtojnë subjektivizmit të tyre që krijohet për shkak të marrëdhënieve personale. Kështu që në këtë moment të vështirë, ku anketimet e publikut, pra jo anketime cilat ne i kemi zyrtare, por duke marrë në konsiderat opinionin publik, duke filluar pas datës 20 nëntor të vitit 2025 dhe përpara marrjes së kësaj ftese, pra përpara ditës së djeshme, zoti Rama ka pasur kuotat më të ulta lidhur me përqyeshmërinë e publikut, por pas kësaj ftese ne dimë se çfarë ndikimi qoftë edhe nga ana, le të themi, e publikut, por jo vetëm për zotin Rama, për çdo lider qeverisës në çdo vend të botës që kërkojnë partneritet dhe një lloj protagonizmi, qoftë edhe nga ana, le të themi, vizuale dhe impaktin që kanë në popull. Dhe natyrisht, duke qenë se ne jemi një vend pro-amerikan, si popull, patjetër që do ketë një impakt pozitiv, duke marrë konsiderat edhe të shkuarën që kemi pasur shumë kryetar partish apo lider të tjerë të cilët kanë lobuar për të bërë një foto apo për të marrë pjesë në momente të caktuara për të takuar presidentët e shkuar të Shtetet Bashkuara të Amerikës, pra kanë lobuar në mënyrë që të realizohet një gjë e tillë. Ndërsa për zotin Rama kjo ka ardhur, le të themi, si një dhuratë nga Zoti dhe një shpëtim për anijen e tij e cila ishte duke u mbytur. Kështu që do ketë, besoj, një impakt pozitiv. Tani duhet të shikojmë nëse zoti Rama do të investohet për të bërë pagesën prej $1 miliard në mënyrë që të jetë antar i bordit të përhershëm në këtë organizat, kjo ngelet për të parë. Megjithatë, ne duhet të dimë që Palestina, pra aty ka ndodhur një masakër, kemi gati 2 vjet ku ky vend është masakruar për sa i përket shkatrimit, marrjes së jetëve të njerëzve të pafajshëm, pra është për të ardhur keq, dhe natyrisht që është një kontribut i cili duhet që ta bëjmë vendet. Po, besoj, nuk e di nëse luksin për të bërë një pagesë të tillë, pra kjo duhet parë edhe në raport me buxhetin që ne kemi, planifikimet që kemi, por natyrisht që ne duhet të bëjmë një lloj kontributi për këtë vend i cili është shkatruar, dhe kjo është në të mirën e popullit të Palestinës të pafajshëm, por edhe të atij vendi i cili ka për gati 50 vjet apo 60 vjet ku është në një konflikt të vazhdueshëm. Kjo do ishte A besoni që do ketë një takim, a besoni që do ketë një takim do zotit Rama me Donald Trumpin? Patjetër, duke qenë se zoti Trump do t'i mbledhi, pra do ketë një moment ku do ta lançojë apo do ta promovojë këtë organizim, patjetër që zoti Trump do të takohet me zotin Rama. Do ketë një moment ku do të promovohet ky organizëm apo le të themi kjo organizat, e cila do t'i shërbejë shtetit të Palestinës apo popullit të Palestinës, dhe natyrisht antarët do ta kenë mundësinë që të komunikojnë me zotin Trump, që t'i drejtojnë pyetje, të diskutojnë, por duke marrë në konsiderat, pra duke marrë në konsiderat karakteristikat që ka zoti Rama, pra që është një njeri apo një politikan i cili nuk ka ndroje, pra
di të marrë fjalën, di të diskutoj dhe natyrisht ai do ta shfrytëzojë këtë moment. Dhe kjo është pozitivisht edhe për vendin tonë, pra do kemi një lloj protagonizmi në këtë organizëm, por zoti Rama ka dhe një kredi tjetër, që është ajo e popullit ton, pra shqiptarëve, të cilët janë pro-amerikanë mirë, janë edhe në shumicë të besimit islam. Pra to janë vlera, të cilat natyrisht edhe zoti Trump besoj që do të ketë një lloj qasje pozitive në mënyrë që ta tregojë apo ta nxjerrë Shqipërinë si një vend islamik i cili të besimit islam, sepse ne jemi si shtet jemi laik, por në popullsi të besimit mysliman, në mënyrë që do ta promovojë si një vlerë e kësaj organizate, sepse duhet kemi parasysh edhe kundërshtimet që ka pasur, pra zoti Trump ka ftuar edhe qeverinë apo Republikën e Turqisë, po ka pasur shumë kundërshtime lidhur nga Izraeli, lidhur me pjesëmarrjen e Republikës së Turqisë në këtë organizatë. Ndërkohë që ne kemi edhe një vlerë tjetër që do të thotë edhe për sa i përket marrëdhënieve që zoti Rama ka ngritur me izraelitët, tregon që ne këto i kemi vlera pozitive. Kështu që se sa do të ketë mundësi zoti Rama që të krijojë më shumë marrëdhënie me zotin Trump edhe për çështje të tjera të Shqipërisë, pra çështjet për sa i përket integrimit në Bashkimin Evropian, apo çështje të tjera të cilat kanë të bëjnë me investime strategjike amerikane, të cilat do të ishin shumë pozitive për popullin ton, por edhe për shumë emigrantë të cilët janë larguar nga vendi, pra do të kishte një lloj rikthimi edhe për vetë diskutimet që ka pasur dje zoti Rama në takim me kryetarët e bashkive të vendit ton, ku ka hedhur tezën që duhet të rikthehen emigrantët të investojnë në Shqipëri, pra këto ngelen për të parë se çfarë do të ndodhi. Sepse ai e tha edhe në të takim që kishte dje me kryetarët e bashkisë që paketa e maleve do të jetë edhe një thirrje për emigrantët në mënyrë që ata të vinë dhe të investojnë. Kështu që edhe pse për gati 12 vite ne na kanë ikur shumë qytetarë nga Shqipëria, pra ndoshta kjo është edhe diçka pozitive për sa i përket të ardhrave që ata mund të kenë grumbulluar andej, pra në vendet ku kanë emigruar, por edhe për vetë aftësitë apo le të themi se çfarë kanë parë në këto vende, ndoshta do të shërbejnë pra edhe fonde publike të cilat vijnë në shërbim të qytetarëve, të cilët do të rikthehen nga emigrimi, do të jetë një lloj le të themi falje në thonjza publike, por edhe me veprat që zoti Rama i bën gjithë atyre qytetarëve të cilët i ka larguar nga vendi për shkak të keqeverisjes apo të reformave të caktuara që mund të ketë marrë dhe mund të ketë prekur ta qytetarë.